Të nderuar shikues, kthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Go Plus Peas dhe Golden Eagle Yllit. Një ndeshje mjaft e bukur gjatë pjesës së parë. Ishte Pea që pati avantazhin dhe kontrollin në pjesën më të madhe të pjesës së parë, kur krijoi edhe përsipër 12 pikëve. Megjithatë, gradualisht e pam rikthimin e Golden Eagle Yllit duke i afruar fundit të pjesës së parë, që pikërisht ky lojtar që po e shihni në plan të parë shpërtheu dhe treshet e tij ishin vendimtare gjatë pjesës së parë që Theranda si të mbetën plotësisht në lojë, pra 48-47 vetëm plus një ekipi i Peas që po udhëhiqet nga Jordan Johnson në flak sonte, 16 pikë të tij, 7-5 nga loja. Paraprakisht ishte edhe 100% nga loja, vetëm në 2 raste fundit ai huqi. Gjithsesi vazhdon të jetë lider dhe i vetmi me pikë dyshifrore tek Pejanët, ashtu siç është i vetmi me pikë dyshifrore tek Golden Eagle Ylli edhe Scott Bamford. Gjithçka gati për startuar, edhe pjesa e dytë do të shohim, do të arrijë skuadra e Peas marrë një fitore shumë të rëndësishme ndaj Golden Eagle Yllit që nuk po din për humbje në vitin 2026. Jordan Johnson nuk arriti ta pranon atë top Herndon. Top i vjedhur nga Antoine Scott. Scott tek Liz Shoshi që nuk qëlloi kësaj radhe me alley-oop. Sab Mala në anën tjetër ndalet me faul nga Scott, nuk po e pranon këtë gjithsesi. Dytë lira për Musab Malen, që ka 5 pikë sonde që lanë në tentimin e parë. Vazhdon të jetë 100% i sakt nga vija e gjuajtjes së lirë, 2-2. 49 me 47. Sakt. Edhe në të dytën, 50-47. Scott do të tenton për 3 pikë, nuk qëllon, luftë për atë top të cilin e merr Liz Shoshi, por nuk arriti ta mban brenda vijave. Jordan Johnson. Ante Johnson, Herndon ndalet me personale. Herndon Shoshi ka shkaktuar faul. Herndon shëndrit lapi, Musab Mala. Mala vendumin tek Herndon që dëgjuan për treshe, nuk është i sakt. Megjithatë, shëndrit lapi i vëmendshëm e merr edhe një herë topin për ta vazhduar sulmin e skuadrës së Peas, nuk qëllon fletën, bllokohet edhe Herndon, i cili me këmbë e shohim më mënyrën si e kapa top Herndon. E rrojmë edhe një herë. Nuk e di se çka mendoj, gjithsesi e humb topin Herndon. Scott. Tek Hall. Ati lapi. Hall bllokohet, pastër nga shëndrit lapi. Në anën tjetër, Musab Mala realizon për 53 me 47. E nisë edhe pjesën e dytë më mirë skuadra e Peas. Blokada ishte fenomenale e shëndrit lapit. Momenti mirë i vendorëve tek Pea. Teksa vjen edhe për graja nga publiku më se merituar për shëndrit lapin.
Shini blokadën e ti pas të ndaj Hall. Hapësirën e besuar të minutazhës për shfrytëzon në mënyrë perfekte Shëndrit Llapi. Hall. As kësaj radhe nuk qëllon para Shëndrit Llapit. Mala tek Llapi. Musab Mala, qëlloj për 3 paraprakisht. Mala e humb topin. Direkt në duart e Trevor Allen. Fletën para ti. Janë dalë kundër sulmin. Ndalet Allen, nuk ka hapësirë për të depërtuar. Shini sa i angazhuar Fletën. Tentoj t'ja vjedha ato, por nuk ka problem. I zgjidh gjërat. Trevor Allen qëllon edhe një herë 53-49. Herndon tek Musab Mala. Tjetër top i vjedhur në kundërsulm. Trevor Allen e kësaj radhe blokade Fletën. Shojmë edhe njerë momentin e blokadës së Fletën kësaj radhe. Paraprakisht ishte Shëndrit Llapi e kësaj radhe. Është Fletën ai që e blokojnë. Do të kemi rishikim të rastit challenge i kërkuar nga banka e skuadrës Pejës. Do shohim se kujt do t'i takon ky top. Topi do t'i takojnë skuadrës Golden Eagle Yllit. Hall tek Scott. Te Scott. Presionin në mbrojtje i Fletën. Fenomenal. Ka gabuar në hapa. Dhe akteri kryesor është fantastiku Skyler Fletën sonte. Sa i angazhuar në mbrojtje. Fenomenal. Fillimisht ajo blokade, më pas kjo mbrojtje e tij. 8 pika qëlluar, 5 kërcime, 3 asistime, blokada vjen edhe nga Liz Shoshi. Faul kësaj radhe i Fletën. Shojmë edhe një tani personalen e Fletën. Bamford. Tenton vetë nga gjysmë distanca, realizon edhe njerë Scott Bamford. 16 pike edhe për të, barazohet me Jordan Johnsonin, 2 më të dalluarit të ndeshjes. 53-51, edhe më tej Golden Eagle Yllit në ndjekje të rezultatit. Herndon. Para ti Liz Shoshi e blokon pastër. Edhe një herë Lisi. Teksa shkon disi ai top deri tek Hall, që realizon dhe rezultatin e barazon 53-53 në anën tjetër. Jordan Johnson me pikën e 18. I tregon edhe muskujt për ta rikthyer avantazhin prej 2 pikëve tek peanët. Bamford për 3 pikë. Scott Bamford i përgjigjet Jordan Johnsonit, dueli këtyre 2 lojtarëve që me të vërtet po dhurojnë në ndeshje fantastike këtu në Karagaq sonte. Po shkëlqejnë edhe Bamford edhe Jordan Johnson, merr përgjegjësinë dhe pason në mënyrë të gabuar. Topi humbur i Jordan Johnson. Edwards do të jetë në lojë tek Peja, Herndon do të ulet për të pushuar.
Antoine Scott tek Allen, I cili nuk arrit të realizon, topin e Duarte Musab Malës. Jordan Johnson tek Shëndrit Lapi, bukur tek Edwards, I cili nuk arriti ta pranon atë pasim, vazhdon sulmi I skuadrës Gopius Peës. Deri në fund, Jordan Johnson nuk qëllon edhe një herë Edwards, por duke që ka shkelur vijën. Nuk arritën ta shfrytëzojnë këtë sulm pejanët. Sa Williams do t'jetë në lojë, do t'ullet për pushuar më I miri tek Peja sonte. Jordan Johnson që I ka 18 pikë, 5 kërcime, 2 asistime. Allen tek Shoshi Bamford, do gjuan edhe njerë për treshe. Sa I radhe jo, por Hall është në vendin e duhur. Merr kërcimin. Deri në fund Hall nuk qëllon Edwards. Topin e Duarte Musab Malës. E humbë atop. Arin të vazhdojnë sulmin Therandasit. Trevon Allen shkon deri në fund. Momentumi Golden Eagle Yllit, time out ka kërkuar banka e Peës. 55-58 për mbys Ylli rezultatin. Fantastik në këto qaste, Therandasit teksa tashmë kanë avantazhin prej 3 pikëve. 3 minuta e 51 sekunda janë deri në përfundim të çerekut të tretë. Rikthehemi pas time-outit. Tashmë pas time-outit të kërkuar nga banka e skuadrës së Peës. Shkoj madhe tani ta ndalin lojën e mirë të Golden Eagle Yllit që është faqi në këto minuta dhe mori edhe avantazhin. Musab Mala gjen ndërtimin, por shkakton faull në sulm. Ka ngritur krahun Musab Mala sipas gjyqtarëve dhe shkakton faull në sulm. Ullet Shëndrit Lapi në lojë, është Arti Hajdari. Bamford. Hall. Luan 1-1 me Arti Hajdarin. E shfrytëzon gjatësinë e tij ndaj Hajdarit, I cili e zëvendësoi Shëndrit Lapin që po bënte punë mjaft të mirë, teksa Musab Mala nuk realizoi, por pikët do të pranohen. Ka kërkuar challenge trajneri Endrit Elçani pas kërkesës Lidh Shoshit që thot topin e kam prekur. Atëherë u rishikuar rasti edhe një herë.
Lis Shoshi ka prekur tabelën, kërkoj challenge, insistoj që nuk e ka prekur tabelën, gjithsesi. Pranohen pikët 57 me 60, tashmë 3 minuta deri në përfundim të çerekut të tretë. Antoine Scott tek Lis Shoshi, i cili me ngulitje e përfundon aksionin. Lëvizje bukur mashtruese dhe vin pikët e Lisit. 57-62. Sab Malal. Blokade Hall. Ndaj Musab Malës. Po vazhdojnë tashmë gjërat e ecin mjaft mirë për skuadrën e Golden Eagle Yllit. Po e shohim Pea po luan me një peshë më të shkurtër. Bukuraj top tek Musab Mala që realizon. Janë ullur edhe Herndon edhe Shëndrit Lapi. Bamford tek Scott, afërti Musab Mala, dëgjuan për 3. Airball i tij. Edwards tek Arti Ajdari, gjuan për 3, nuk është i sakt. Scott Bamford në vendin e duhur. Anton Scott do të tenton nga gjysmë distanca, nuk qëllon. Allen vazhdon sulmi për skuadrën e Golden Eagle Yllit. Scott edhe një tjetër top i humbur teksa ndal kundër sulmin Lis Shoshi. Një minutë e 40 sekunda deri në përfundim të çerekut të tretë. 59-62. Vazhdon loja e ngushtë, por avantazhi tashmë në anën e skuadrës së Golden Eagle Yllit. Sab Mala Erik të topin në lojë tek Williams. Showen Williams. Gjuan nga gjysmë distanca. Edwards realizon. E shkrien në një avantazhin e Therandaze. Ylli sonte padje përsi në vetëm deri në +5, teksa Pea padje përsi prej 12 pikëve. Scott ndalet me faul. Williams është ai që ka shkaktuar personalet, shohim edhe një herë faulin e Williams. Nuk qëllon në tentimin e parë. Shohim që edhe Arjan Qallaku vazhdon të jetë i lënduar tek skuadra e Golden Eagle Yllit. E qëllon të dytën Antoine Scott për 61-63. Minuta e fundit të çerekut të tretë. Fletton tek Edwards që gjuan për 3, nuk është i sakt. Hall me i lartë në kërcim. Nga trua pak sa me top, por vazhdon të mban pronësin skuadra e Golden Eagle Yllit. Hall kthen topin tek Antoine Scott. Para ti Musab Mala. Antoine Scott gjuan nuk arriti të qëllon. Fletton
Daljet me faul nga Antoine Scott, nuk ja lejon pikët e lehta. Shojmë edhe njerë. Tjetë në vjen e gjuajtje së lirë Fletën, që ka mundësin të barazon rezultatin. Qëllon në tentimin e parë Fletën. I saktë edhe në të dytën, gjithë shka baraz. Sa shojmë skuadrë e Ryllit në do shkon me shojmë dhejtë në fund. Topin e duart e Bamford, i cili realizon për 3 pikë. Edhe një herë del në skenë Scott Bamford, sa i qetë në këto gjuajtjet në sekundat e fundit. Scott Bamford, trishja e ti e 6 sonte dhe pika e 22 më meritori që Golden Eagle Ylli i mbylli 30 minutat me përsi prej 3 pikëve. 63-66, rikthehemi pas pak me 10 minutë shim final. Pa me dhe statistikat e Scott Bamfordit fenomenal, 11-6 është për treshe, 22 pikë të ti, po shkëlqen Bamford me edhe 4 kërcime, 3 asistime, 1 top të vjedhur, teksa tashmë dhe Ellen është me pikë dyshifrore, 10 pikë e 4 topa të vjedhur, edhe një herë Scott Bamford, 24 pikë të ti, 63-68. Williams për të përgjigjur nuk arriti të realizon. Edwards me kërcim në solm. Asaj nuk qëlloj, por ndaljet me faul. Do tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Ullet Liz Shoshi. Hoffman në loj. E qëllon Edwards gjuajtjen e lirë. Saktë edhe në të dytën. Por deri sa ishte skuadra e Golden Eagle Yllit në vazhdimsi në ndjekje të rezultatit tashmë, kur kemi hyrë në 10 minutat e fundit, Peja është në ndjekje të rezultatit. 65-68,
Roape janë të përsipëri 12 pikëve patën, por nuk arritën të mbajnë. Teksa qetësia vazhdon tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Trevor Allen me pikën e 12 bashk, po i qëndron pra në krahas këtë Banfurti që i ka 24 pikë. Harti Ajdarit debërton. Faul. Ndaj ti, shojmë me dhe njerë. Pikët pranohen të tjetë edhe një gjuajtje e lirë për Harti Ajdarin. Gjergjit e 7 me 7-10. Si për Hajdarin të shkrirën edhe më ti për rezultatin. Nuk e qëllon gjuajtjen e lirë, topi hyrje doli. 9 pikë të Harti Ajdarit sonte. Bashic tek Allen. Trevor Allen para ti Harti Ajdari e gjenë dëvërtimin Trevor Allen jo dhe pikët, por është Huffman aty që dominon për ball Edwardsit. Më i fuqishëm, më i gjatë, arrin të realizon Huffman, Edwards tek Williams. Me të vërtet mjaft interesant që vjen tentimi Harti Ajdarit, isha duke thënë që vazhdon tjetë në fush. Williams duke marrë parasysh që Jordan Johnson i ka 18 pikë dhe tregoj performancë mjaft të mirë sonte. Ajdari tek Musab Mala, shkon deri në fund. Musab Mala e qëllon pikën e 16. 69 me 72. Përgatitet të futën në lojë Shëndrit Llapi. Dhe me njëherë vjen për troja e publikut Edwards me blokad, Fletën në anën tjetër. Ndalet me faul nga Gzim Morina. Herndon do të kthehet në lojë në vend të Edwards. Dytë lirat jenë për Skylar Fletton. 10 pikë të ti, 5 kërcime, 3 asistime. Sa i ka dhe 2 blokada në këtë përballje. E qëllon tentimin e parë Fletton. I saktë edhe në të dytën. 71-72. Nuk përja lejon Peja tashmë shkëputjen Golden Eagle Yllit. Po vazhdon loja e ngusht. Në Karagaq, presioni Williams i cili e vjedh topi niset në kundërsulm. E lë pa e penguar fare Scott Bamford. I realizon pikët Williams dhe tashmë Peja e merr avantazhin 73-72. Time out ka kërkuar Endrit Elshani. Me njëherë vazhdon një ndeshje fantastike ndërmjet Go Plus Pejës e Golden Eagle Yllit. 7 minuta 16 sekonda deri në përfundim. Rikthehemi pas time outit.
7 minuta e 16 sekonda deri në përfundim të kësaj përballje, pavarësisht faktit që pati Golden Eagle Ylli avantazhin. Tashmë rikthehet PA. Bamford tek Hoffman. Esa Herndon shkakton faul. E shojmë edhe njerë personalin e Herndon. Janë 2 të lira për Hoffman. Nuk e qëllon tentimin e parë. Shkurtër mbetet gjuajtja. I saktë është në të dytën. Për të barazuar gjithçka. 73 me 73. Mala tek Williams. Pa faul nga Antoine Scott. Williams. Këtena top tek Fletton. Njerë topin e duart e Musab Maljes, 5 sekunda. Do të gjuan për 3, realizon Musab Malja. Pika e 19 më i dalluari tek PA. E rikëthen avantazhin prej 3 pikëve tek PA në merë përgjithsin Malja. E në anën tjetër përqetësuar gjithçka. Antoine Scott për kujdeset. Gjithçka baraz. Super ndeshje në Karagaj të ndëruar shikues. Mala ka kthyer tek Fletton, Gjuan për 3, nuk qëllon. Topi do të vazhdon t'i takon skuadrës së PA-s. Nuk e pranojnë këtë gjë. Me gjitha të, do t'i takon topi Golden Eagle Yllit dhe vendimi i drejt Herndon ka luajtur i fundit. Nuk shkon ai pasimi Bamford. Mbrojtje mire Herndon. Mala për 3. Jo kësaj radhe. Nuk është i saktë. Mbetet 76-76. Realizoi paraprakisht kur e pati më të vështirë në atë lojë 1-1 të tij, e tashmë plotësisht i vetmuar, nuk qëlloi. Gjithsesi performancë fenomenale e Musab Maljes. 19 pikë, 4 asistime të tij. Teksa shohim në lojë do të jetë Shëndrit Llapi. E do të ullet Musab Malja. Bashic, Gjuan për 3, nuk është i saktë, topi do të përfundon jashtë. 5 minuta e gjysmë deri në përfundim. Gjithçka baraz, 76 me 76, po i shohim statistikat. Musab Malja 19 pikë më i miri te PA. Scott Bamford tek Ylli me 24 pikë. Fenomenal. Teksa vjen ngulitja e Herndon. Aksion fenomenal i PA-nëve që e rikthejnë avantazhin. Bamford tek Gze Morina. Antoine Scott. Morina bukur tek Hoffman. Nuk qëllon. Shëndrit Llapi lufton. Me të vërtet loj fantastike në ato minuta që i ka pasur në dispozicion. Shëndrit Llapi tashmë vin pikët e Herndon. 8-10-76. Ka marrë PA kontrolin e ndeshjes. Gze Morina ndalet me faul, do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë.
Do ta shohim edhe një herë personalen duke që është Williams, ai I cili ka shkaktuar faull, do të zëvendësohet Hofman në lojë Liz Shoshi. Teksa kemi zëvendësim edhe tek Pea, Arti Ajdari do t'ullet, do t'kthehet Musab Malja. Kemi rishikim edhe njerë të rastit, kemi gjyshtarëve këtu. U rishikua edhe një rasti I treshës së Musab Maljës nëse kishte shkelur vijën apo jo, por e pam qartë, ishte treshe e Maljës. 80-76, momentum I skuadrës së Peës, kur po I afrohemi fundit të ndeshjes, 17-10 në këtë qerek. Nuk e qëllon as gjuajtjen e lirë, kapiteni Gzimorina. Vetëm 5 pikë të ti sonte, 3-0 nga vija e gjuajtjes e lirë. Kësaj radhe është I sakt. 80-77. Williams e vjedh topin Bashic, por e vjedhin topin edhe Musab Malja e shëndrit lapi. Fletën tek Malja, del jashtë Musab Malja, para ti është Bashic. Musab Malja tek shëndrit lapi bukur, tek Herdon që realizon. Time out e ndrit Elshani kërkon. Po vazhdoj kontrolin e ndeshjes Pejanët. Edhe me plot merit vjen kjo përkraje për lapin I cili asistoj mjaft bukur. Por të nderuar shikues, ajo që është më e bukur sonte, po I shohim 2 lojtarët vendor tek Peja, Musab Maljan e shëndrit lapin, të cilët po tregojnë lojë shumë të mirë dhe gjithnjë e them kur kam paraqitje të tilla lojtarët vendor është kënaqësi. 82-77, 4 minuta deri në përfundim të kësaj përballje. Do të shohim a do të ketë forcën ylli edhe një herë të rikthehet, apo Peja do të marrë fitoren shumë të nevojshme në këtë moment. Scott tek Bamford. Antoine Scott merr përgjegjësinë për një treshe të cilën e realizon Antoine Scott. 82-80. Kjo drom nuk ka të ndalur sonte. Musab Malja për të përgjigjur, nuk arriti të realizon Liz Shoshi me I larti në kërcim. Scott do tenton edhe një herë është I sakt. 2 treshe eksprese të Antoine Scott që është përthen në këto qaste. Ja kthen avantazhin Golden Eagle yllit. Po ndjekim super ndeshje të nderuar shikues. Ndron an edhe një herë përsia e tashmë është Antoine Scott ai I cili ka ndezur turbina tek Therandasit. Me një herë time out kërkon banka e Peës. Do të kërkojnë tashmë përgjigjen e radhës Pejanët. 3-20 deri në fund.
14 pikë tashmë të Antoine Scott, 6 Express, 2 treshe. Tepër të shpejta për ta përmbysur rezultatin dhe përsinë e pejanëve. Williams. Williams tek Musab Mala. E ka humbur topin Musab Mala. Plus 1 në alën e Golden Eagle Yllit. Kur kemi hyrë tashmë në 3 minutat e fundit. Topi në duart e Antoine Scott që I qëlloj 2 treshe. Scott tek Morina. Shë Bamfortin. Scott Bamfort nga një pozitë e vështirë, Gjuan nuk shëllon, Liz Shoshi kthen tek Bamfort a top. Zim Morina tek Antoine Scott. Scott Bamfort për 3 pikë, realizon edhe aj. 3 treshe të Golden Eagle Yllit përmbysin gjithë shka çfarë ndeshin në Karagaq. Shëndrit Lapi merë përgjithsin, nuk ka treshe, por Herndon lufton, Mala nuk gjuan për 3. Do të vazhdojnë të takon topi pejanëve, është Scottaj që ka luajtur I fundit. Do të ulen Lapi dhe Herndon, kthehen në lojë Hajdari e Edwards, e rikthen peshën më të shkurt. Trajneri Michael Grilling. Fletën gjuan për 3, nuk qëllon lufton Arti Hajdari. Por si pas gjyqtarive nuk ka prekje topin nga lojtarët e Golden Eagle Yllit. Topi do t'i takon Therandazve. 82-86. 2 minutat e fundit. Gjërat po ecin mirë për skuadrën e Yllit. Liz Shoshi e shfrytëzon gjatësin. Realizon 82-88. Bukur ai top tek Fletën që nuk realizon, do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë, faul. Do të kemi tashmë zëvendësimin e Liz Shoshi që ka shkaktuar personalin e tij të 5, 6 pikë të Shoshit, 9 kërcime, teksa Fletën qëllon nga vija e gjuajtjes së lirë, 13 pikë të tij. 6-5 nga vija e gjuajtjes së lirë, 6 kërcime, 3 asistime, 2 blokada. Këti lojtari që po e shini e qëllon edhe të dytën. 84-88, 1-37 deri në përfundim të kësaj drame e super ndeshje ndërmjet Gopius Pejës e Golden Eagle Yllit në Karagaq. Scott. Scott tek Huffman, blokohet nga Herndon Poster. Mbrojtje e tij. Williams do të gjuan për 3, nuk qëllon. Ndajgjës shka Antoine Scott, ka kontrolin e ndeshjes. Kur po I afrohemi minutës së fundit të ndeshjes. Presioni ndaj Bamfortit, po kërkon kontaktin, nuk ka pikë. Që është një faul. Nërsa e pam Scott Bamfort që tha gabimi im. Por
Let jemi të qetë. Diskutojnë gjyqtarët personal në fundit, duke që është Trevor Allen ai që ka shkaktuar faull. Gjithsesi, do të kemi rishikim edhe një herë të rastit. Atër personalja ishte ndaj Arti Ajdarit dhe ai do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Nuk e qëllon tentimin e parë. Arti Ajdari. Tedhjet e 5, 88, 26 sekunda. Marina tek Bamford. Scott. Tek Hufman, blokon nga Herdon, por topi kthehet në duart e tij. E blokon në herën e parë, por kthehet topi dhe vijnë pikët. Arti Ajdari ndalet për treshe, realizon. Arti Ajdari 25.9 deri në fund. Vetëm +2 është Golden Eagle Ylli 88-90. Edhe më tej vazhdon loja e ngushtë e drama në Karagaq. Me vërtet po ndjekim super ndeshje, super derbi ndërmjet Go+5 dhe Golden Eagle Yllit. Endrit e Çani ishte ai që kërkoi time out. Rikthehemi pas pak me 25 sekunda të mbetura. $25.9, vetëm +2 Golden Eagle Ylli, topi në duart e Ferrandasve, të cilët janë afër fitores. Me njerë faull i shkaktuar nga Williams, normalisht. Shohim edhe njerë personalen e Shawn Williams. Bashic në mbrojtjen e pejanëve. Presion. E ka shkelur vijën. E ka shkelur vijën Antoine Scott. Mbrojtje fenomenale e pejanëve. I japin mundësinë në vetës që të parazojnë apo edhe të kalojnë në ebërzi. 21.7 ka ende kohë për këtë ndeshje. Vazhdon drama, vazhdon rivalitete e spektakli nga të dyja skuadrat sonte në Karagaq. Do të shohim si do ta shfrytëzon këtë sulm skuadra e PES. Rikthehemi pas time-outit.
Do të shohim kush do të marrë përgjegjësinë. Njëzët e 1.7 deri në fund. 88-90. Musab Mala. Kthen topin tek Fletën. Shkon për 3, nuk qëllon, topin në duart e Arti Hajdarit, vazhdon sulmi i skuadrës. Së Go Plus Pejës, Musab Mala faul. E do t'jenë dy gjuajtje të lira për Musab Malën. 3-3, deri në këtë qaste është Mala. Tashmë përgjithësia në duart e tij. 19 pikë më i dalluar i sonte. A do t'i qëllon dy gjuajtje të lira për barazim. E qëllon të parën me qetësinë e plot Musab Mala. Pika e 20 e tij. 89-90. Mala nuk qëllon. Ka faul. Të dytën nuk e qëlloj Musab Mala. Eksa. Tashmë dy gjuajtje të lira në anën tjetër tek Hofman, cili sonte është 2-1 nga vija e gjuajtjes së lirë, por do të shohim si do të veproj tani. Nuk njihet për saktësi të madhe nga vija e gjuajtjes së lirë, gjithsesi. Hofman nuk e qëllon të parën. E shohim goxha të stresuar Endrit Elshanin, edhe një tjetër mundësi për Hofman. E përsia në anën e Golden Eagle Yllit, 10.7 janë deri në fund. Hofman nuk e qëllon as të dytën. Edwards tek Williams, niset. Williams, Fletën, tek Williams, 4. Williams, Gjuan, nuk arriti të realizon. Golden Eagle Ylli e merr fitoren në Karagaq në Pej, në dramën e natës së sotme, ndeshje fenomenale, patën mundësinë pejanët që të marrin fitoren, megjithatë nuk u treguan të vëmendshëm në sulmin e fundit me Williams, i cili nuk arriti të realizon. 27 pikë të Scott Bamford, 7 të rreshujt të tij, 14 pikë, 7 asistime të Antoine Scott, double-double i Hofman, 11 pikë, 11 kërcime, e 12 pikë nga Trevor Allen. Në anën tjetër, 20 pikë e 4 asistime të Musab Malës, 18 pikë të Jordan Johnson, i cili befasisht nuk u inkuadrua më në lojë, ndërsa 14 pikë nga Fletën e 10 nga Herndon. Rikthehemi pas pak me intervistat.
Të jemi këtu edhe me trajnerin e Peos, coach. You really fight it tonight. It's a really dramatic game, but we saw another PA tonight comparing to the last game. Guys fight it, but by your perspective, what went good, what was bad, and what decided in the end? Listen, there was nothing bad about this game. It was a one-point game. That's the game that everybody wants to play in. We got a lot of looks at the end, but the biggest thing, you said it already, we fought. We just came back from a 35-point loss and got down to one today. We had a good chance of winning it, and we were in the game where we wanted to be. So at the end of the day, I'm just proud of that team. They were together all day, and we've gone through a lot the last couple of days. Shout out Coach Gibson for getting me prepped, and it was a fun one to start with. So. And you will be with the team, or the new coach will come in these days? That's up in the air right now. I think they're looking for a new coach. I don't know if they found one yet. And yeah, I plan on being here for the time being until I'm told not to be. And how will motivate this game that you showed tonight to your team for the next games? Against Bashkimi you will play again, and it will be a hard one, especially because of the fact that you are missing your captain. He was your leader in the last game. How it will be? Hey, our captain is on the bench over there doing everything he can on the sideline, helping me. The preparation is going to be what matters, and you know what? We owe Bashkimi one, so let's hope we fight just like we did today, and we're down 6, so let's hopefully equal it and get out with a win on that one. So. Thank you very much, and good luck. Thank you. Atëherë, për përmbledhje shkurt atë se çka tha, nuk pati asgjë të keqe tha në këtë ndeshje apo të dobët në këtë performancë. I përgëzoi lojtarët pasi vim nga një humbje e thellë nga skuadra e Trepçës dhe sonte i përgëzoi lojtarët për luftën dhe gjithë atë se çka bën me gjithë këtë performancë. Tha kemi pasur goxha shumë probleme pas edhe largimi i trajnerit Gibson, por gjithsesi janë treguan karakter dhe arritën të kenë një paraqitje mjaft të mirë. Pyeta gjithashtu për trajnerin e ri, a do të vazhdon të qëndron apo do të jetë trajneri i ri? Do shohim, është ende në ajër kjo gjë, do shohim në ditët në vazhdim. Nuk e di nëse kanë gjetur trajnerin e ri kryesia e klubit, por do të presim në ditët në vazhdim. Ndërsa pyeta se si do ta motivon kjo paraqitje e skuadrës së tyre pasi i pret një ndeshje mjaft e vështirë tashmë me skuadrën e Bashkimit, thaqë duke marrë parasysh edhe faktin që ju mungon kapiteni i skuadrës, pra Dardan Berisha që ishte lider i skuadrës, thaqë Berisha po mundohet maksimalisht pra kapitenit e ndihmon skuadrën me atë se çka ka në dorë aktualisht, duke ndihmuar trajnerin edhe nga banka, megjithatë do të mundohen maksimalisht të kenë paraqitje të tillë ndaj Bashkimit dhe të arrijnë të e marrin maksimumin. Për aqçasje do të jemi edhe me kryetrajnerin e skuadrës Golden Eagle Yllit. Trajner, për dallim me ndeshje tjera, sot një fitore shumë e vështirë, ndoshta mund të themi më vështirë se sa që e keni pritur, keni pasur paraqitje mjaft të mira në të gjitha ndeshjet e fundit, por PA sonte goxha u ka lodhur. Çka ka ndodhur sonte dhe çka vendosi sipas jush? PA janë një ekip që kanë shumë energji dhe janë të mirë në tranzicione, në pick and roll atëhershëm që u vërtetua dhe Johnsoni ka dhënë shumë pikë në 6-9 pjesë parë që pat prej këtyre early pick and roll. Mendoj që na prap kemi kualitet në sulm, po besoj që ka qenë ajo lodhja që kemi luajt para pas 48 orë, kemi mbaru lojën kundër Prishtinës, edhe ajo ka qenë e vështirë dhe po besoj që ka qenë lodhja ajo që nuk na ka leju që me lujt pak më agresiv me thonë në mbrojtje. Po i uroj lojtarët kanë kualitet shumë edhe normal krijojnë për njëri tjetrin edhe përderisa luajmë lojë ekipore kemi me pas sukses. Po na duhet me u shtrëngu edhe pak mbrojtje. Tani mi u presën në ndeshjet e radhës edhe mjaft të vështira, keni harxuar goxha shumë energji e thatë edhe ju, edhe në këto ndeshje, duke dhënë maksimumin edhe sot jeni lodhur shumë, çka mund të presim në mesjavë? Po sa ne pash në përshu nesër, e prej tanës i kthehen punës, sot s'ka të banë për të kalu 40 minuta, në pa përshu e që se i vynë përshimi, e në mesjavë është një lojë kundër Trepçës që atë ditë kemi pas sukses në Mitrovic, po u dash me dhonë 102 pikë për me mujtë Trepçën, në që është ekip shumë e kualitet,
dihet kanë trener, janë klub i organizuar, kanë lojtarë, kanë sistem që shluin. Edhe ti një këqa mirë, edhe trajner. Shoqni kena enëm qështë. Po, dihet trener që pa kvaliteti kanë. A do të ampush mësuse? Nuk e di. Me qef kishën fitu, po ata janë. Janë shumë, menoj pak ma të pjekun se na se janë bashk, si lojtarë me trenerën bashk që një kohë pak ma të gjatë. Kanë pru lojtarë 3, po besoj që na kemi këtë një ndryshim ma të madh në roster me krahasu me ta në kohëve të fundit. Faleminderit shumë trener, ju urojmë suksese edhe në vazhdim. Shumë faleminderit. Atëherë të nderuar shikues, kaq nga kjo ndeshje, me të vërtetë ndoqëm një super përballje ndërmjet Go+5 dhe Golden Eagle Lillit këtu në Karagaq, ku në çastet e fundit Golden Eagle Lilli arriti të marrë fitoren e 4 radhazi dhe nuk e lejoi Peën që t'ja shkakton humbjen. Kaq nga ky transmetim, unë ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me programin e pasur sportiv të ardhmë ushën nga Unë Piana, natën e mirë.